Radio Maria Kosovë. Një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qoftë lëvdua e Jezu Krishti. Të dashur vëllezër dhe motra, shtektar të dashur, dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, që po na ndjekni këto ditë me shumë përshpirtëri nga lart, e bashkoheni në shtektimin dhe lutjen tonë në këtë nëndisht kushtuar zojës bekume, zojës e Letnicës, që jemi në përfundimin e saj. Nesër do të kremtojmë vigjiljen e festës. Gjatë këtyre ditëve të shenjta, së bashku kemi shtektuar në këtë shenjtore për të takuar nënën tonë qiellore, në shenjën apo në kujtimin e dy jubileve të rëndësishëm për kishën tonë në Kosovë dhe atë ndër shqiptar. I pari 130 vjetori i kushtimit të popullit tonë shqiptar, zojës së Këshillit Mirë, që etrit e kishës sonë ja besuar Maris, këshillës së saj, popullin dhe kishën tonë. E këtu mund ta përmendim shkurtimisht se zoja e Këshillit Mirë, apo zoja e Shkodrës, e cila ka një histori të jashtëzakonshme, e njëkohësisht edhe të dhimbshme, i ngjan shejtnorës tonë, shejtnorës e Letnicës, me historinë, përshpirtërinë dhe atë që është përshpirtëria mariane e kishës në popullin tonë. Sepse edhe zoja e bekume e Letnicës, që i thomë, erdhi dikur nga Shkupi për të ruajtur, për të mbrojtur nga të krishterët në këto vise të popullit tonë, të vendit tonë. Sikurse zoja e Shkodrës, pas rënies së Shqipërisë në okupimin otoman, shkoi mrekullisht në Gjenacan të Italisë dhe nga atje e shtrin dorën e saj dhe e mbron popullin tonë. Jubileu i dytë është 180 vjetori i dobimit, internimit të parëve tanë të zonës së malësisë së Shkupit, që ne e njohim Karadak, si përkthim turqisht. Përkatësisht janë këto vende famullit tona, Stubla, Binqa, Terziaj dhe Vërnakolla. Këto jubilej janë kujtesa të kishës, që e shënjojnë praninë e veçantë të Zotit në shtektimin historik të popullit dhe të kishës sonë. Juftoj të meditojmë sot mbi pjesën e Ungjillit që kisha na jep në liturgjinë e fjalës, e ta ndërlidhim me historinë e martirëve të parëve tanë, që si vjet po i përkujtojmë me shumë nderim në 180 vjetorin e internimit. Pjesa e Ungjillit të sotëm, që është nga kapitulli i 18 i Ungjillit të Mateut, është një vazhdim i pjesës së djeshme, që e quan Ungjilli qortimi vllaznor, kur ne si besimtar jemi të ftuar të qortojmë vëllezërit në një lloj progresi, në një lloj procesi nga ai privat shoqëror deri te paria e kishës. Dhe kur një nuk e ndëgjon as kishën, atëherë thot Ungjilli, thot Jezusi, le të konsiderohet pagan, le të konsiderohet targambledhës. Nga këto fjalë që Jezusi ju shpalli apostujve, Pjetri e pyet sot në vazhdimin e Ungjillit, Zotri, nëse vllai im
nëse ky vlla që po e çortojmë gabon ndaj meje, mkatnon ndaj meje, sa herë duhet ta fal? Deri në 7 herë? E Jezusi i përgjigjet, nuk po të tham deri në 7 herë, por deri në 70 herë, 7 herë. Pietri mbeti i utuar në këtë përgjigje. Prandaj Jezusi e tregon shëmbëltyrën e shërbëtorit të pamëshirë. Flet për një mbret që u kërkon llogari shërbëtorëve të vet. Njëri prej tyre ka një borxh shumë të madh, 10.000 talenta. E ndëgjuam se për ta shlyer këtë borxh duhet me shit familjen. Pra diçka që ishte e pamundur që ky shërbëtor ta kthente ndonjëherë. Por ky shërbëtor ran gjoj para këtij mbreti dhe i që falur. Pietri është i gatshëm të durojë thyrjen që është bërë madje edhe më shumë se sa që kërkohet nga ligji i hyjt, nga ligji i popullit të zgjedhur. Por Jezusi përgjigje duke hequr çdo mas. Falja, ashtu si dashuria, nuk duhet me njohur ndonjë kufi. Dhe ai porosit Pietrin të falë 70 herë 7 herë, që do me thonë, pa ndërprerje e gjithmonë. Shëmbëltyra që tregon Jezusi vë përballë logjikës së llogaritjes dhe hakmarrjes, logjikën e dashurisë dhe të faljes pa kufi. Në Ungjil është e qartë bindja se vetëm në këtë mënyrë mund të çaktivizohet mekanizmi që vazhdimisht e prodhon mëkatin, prodhon përçarjen dhe hakmarrjen ndërmjet njerëzve. Fuqia e ligës së keqes, e urrëties dhe e luftës nuk i zë në kurth vetëm ata që ushtrojnë dhunën. Ajo i bën të tillë të gjithë ata që preken prej saj dhe i burgos në një logjik prej së cilës nuk mund të dilet as me një mas, sa do e madhe të jetë ajo. Ndonjë mas faljeje që Pietri mendonte se i kishte kaluar të gjitha maset, që janë pra këto 7 herët të Pietrit. Jezusi me përgjigjen që jep në pyetjen e Pietrit nuk vendos pra një numër më të madh në llogarinë e faljes për ta kënaqur normën apo ligjin. Ai e zhbën vetë logjikën e llogaritjes. Falja e krishterë, të dashur vëllezër dhe motra, nuk është një mas që matet, por është një mënyrë e re e të jetumit që e shpall Krishti. Shëmbëltyra e detyruesit apo e borxhliu të pamëshirshëm e bën këtë dhe na tregon shumë qartë. Ai që ka marrë mëshirë, ky njeri që mori mëshirë të madhe për një borxh të pallogaritshëm, të madh, nuk arrin ta shndrojë mëshirën e marrë në mëshirë për tjetrin. Edhe për një detyrim krejt të vogël, të pallogaritshëm dhe të pakrahasueshëm me atë që i është falur përpara. Dhe pikrisht këtu qëndron tragjedia e tij. Ai nuk humbet vetëm faljen e zotërisë së tij. Ai e përjashton vetveten nga mëshira e hyjt, nga mëshira e Zotit, sepse refuzon ta bëj atë që vetë e ka marrë. Kjo fjalë e Krishtit bëhet edhe më kapshme, vëllezër dhe motra, dhe më e pranishme, si një dëshmi historike në kishën tonë, kur e vendosim në një ndërlidhje me dëshminë e martirëve të Malësisë së Shkupit, Stublës, Binqës, Tërziajve, Vërllakonës. Dëshmitë të cilëve i ka mbledhur një preft i shkëlqyer, Don Nikol Mazreku, në vitin 1882 dhe i ka dokumentuar e që ne për fat të mirë i kemi në originalin që ai e ka bërë. Don Nikola në atë dokument na tregon e na mëson faljen e këtyre martirëve e cila nuk kanë mbetur vetëm në fjalë, por falja e tyre u jetua, u bë trup, u bë mishrim në jetën e tyre,
në vuajtje, në burgje, në dëbim e deri në vdekje. Historia e këtyre burrave, e këtyre grave është një kundërpërgjigje e gjallë ndaj logjikës së hakmarrjes, ndaj logjikës së urrejtjes dhe ndaj logjikës së armiqësisë. Ata u përndoshën pikërisht sepse refuzuan ta mohonin Krishtin dhe fenë e tyre. U ndan nga familjet, u burgosën, u dëbuan dhe pan të afërmit e tyre të torturoheshin dhe të vdisnin. E megjithatë, në këtë kalvar nuk u shndruan në atë që i përndiqte. Nuk u shndruan kur në torturues, as në urrejtës. Dhuna e të tjerëve nuk arriti ta mbilte në zemrën e tyre urrejtjen. Është një dëshmi, vëllezër dhe motra, e jashtëzakonshme që e sjell ky dokument i Don Nikolës. Që këta burra, këto gra që janë të parë tanë, e në mesin e tyre edhe vajza e djem të ri, e në mesin e tyre një vajzë rreth 16 vjeç, në mes të vuajtjeve dhe përndjekjes, në mbarim të jetës së saj, duke e parë vdekjen me sy, bëhet një dëshmi e kësaj fuqie të Krishter. Meshtari që kishte shkuar për të ndihmuar, për të ndarë sakramentet gjatë rrëfimit e kishte pyetur, a i fal ata që ju kanë persekutuar? Ajo u përgjigj, po, i fali dhe lutem për ta. Vëllezër dhe motra, të falësh atë që të ka bërë keq, kur ende je duke e përjetuar plagën e shkaktuar prej tij. Kjo është fuqia e dhuratës së fesë. Pra kjo është diçka më shumë dhe më e madhe se një gjest mirësjelljeje. Është fitoria e Krishtit mbi mekanizmin e urrejtjes dhe mbi mekanizmin e armiqësisë. Edhe burra dhe gratë e malësisë së Shkupit, të cilët u përndoqën nga ata që duhej t'i mbronin, na tregojnë të njëjtën rrugë. Ata mund ta kishin zgjedhur urrejtjen, hakmarrjen, mallkimin e përndjeksve. Por dëshmia e tyre na tregon një tjetër rrugë, të qëndrosh në besim pa e lejuar të keqen që ta ka goditur apo që të ka goditur të bëhet e keqja jote. Kjo është ndoshta një nga mësimet më të mëdha të martirëve tanë. Martiri nuk është vetëm ai që vdes për Krishtin. Është ai që përballë së keqes refuzon të bëhet i ngjajshëm me atë që e ushtron, pra me atë që e ushtron të keqen. Ai fal, jo sepse e quan të mirën të keqe, dhe as sepse harron pa drejtësinë, por sepse nuk pranon që urrejtja dhe e keqja të ketë fjalën e fundit. Në këtë kuptim, martirit e malësisë së Shkupit të parët tanë janë një koment i gjallë i fjalëve të Krishtit, falni e do të jeni të falur. Ata e kuptuan se falja nuk është një dobësi, nuk është një ikje nga përgjithësia për ta kthyer me të njëjtin mos, por falja është një formë e lartë e forcës, sepse kërkon të shlirohesh nga e keqja që tjetri ka bërë ndaj teje, në mënyrë që ajo të mos vazhdoj të jetoj në ty. Prandaj, kur kujtojmë ata burra e ato gra, nuk do t'i shohim si viktima të një historie të dhimbshme në një kohë të caktuar. Ata janë dëshmitar të një qytetrimi tjetër të marrëdhënieve njerëzore, të tjetër nga ata që na janë ofruar ndërshekoj në këtë troje. Ati që Krishti, pra është një qytetrim i ati që Krishti e shpallë me faljen. Ata na mësojnë se zinxhiri i mëkatit, i dhunës dhe i hakmarrjes mund të ndërpritet vetëm kur dikush vendos të mos e vazhdoj më tej. Prandaj jetoft për jetë guximi ungjillor dhe dëshmia e të parëve tanë, martir të vërtet për ne. Dhe lutja jonë për ta mund të bëhet edhe lutje për veten, për secilin prej nesh. Që Zoti të na jap hirin e durimit të shejt, që t'i përballojmë me përvojtëri,
gjdo sfid, urrejtje e armiqësi, që duke luftuar si pas shembullit të tyre në këtë lugin lotësh, mund të arrijmë një ditë ta lëvdojmë një hyn së bashku me ta. Sepse, të dashur vëllezër e motra, në fund të fundit, pyetja e Ungjillit të sotëm nuk është vetëm sa herë duhet me falë, po pyetja më e thellë është, a do ta lejoj të keqen që më është bërë të përcaktoj atë që unë do të bëhem? Të pare tanë martirë në përgjigjen me një jo vendimtare, sepse Krishti është më i madh se çdo plagë jona, dhe dashuria e krishter është më e fortë se çdo urrejtje e kësaj bote. Martirët tanë pranë Virgjës Mari në këtë shejtrore, në gjojnë e besim, janë nisër për të dëshmuar dashurinë e Krishtit që e mund urrejtjen. E kështu e dëshmuan kishën, praninë e kishës në këtë troje, e bën që kisha të vazhdojë edhe sot në këtë pjesë të vendit tonë. Besoj se nuk do të mund ta imagjinonin ndonjëherë të pare tanë këtë pamje që sot ne po e përjetojmë. Këtë prani të vazhdueshme të juaj që jeni pasardhës të martirëve. Këtë bukuri të madhe që ne po e përjetojmë, që janë dhurata të pastërta të Zotit me ndërmjetësinë dhe gjakun e këtyre burrave dhe grave që janë të pare tonë. Shënën Teresa, si gonxhe e vogël, këtu pranë Zojës, që ajo e quante Zoja jonë, vendosi ta kushtoj jetën Zotit dhe të varfërve, të bëhet një misionare. Ajo që shtektonte me kishën e Shkupit, lidhi atë kishë me këtë shitnore, me Zojën e tyre, sepse nuk e harruan, sepse në fytyrën e saj e shihnin fytyrën e tyre. Dhe e bën nën të thirrjes së saj. Prandaj kjo vajzë e re, me një zemër të qiltër, nuk mundi të mos vendos këtu, por të bërë një shejtreshe botës. Edhe ne të vazhdojmë sot traditën tonë të shejtë të besimit, të qëndresës dhe dashurisë e krishter, pranë Marisë nënës sonë, për ta bërë kishën e Krishtit sot të pranishme, kishën të mbushur me dëgjes, me shërbim e me dashuri të pamatshme, sa herë që ajo na kërkon prej nesh. Virgjëra Mari, nëna e këshillit të mirë, pajtoria e shqiptarëve dhe të pare tanë martirë, ndërmjetësofshin për ne që ta kryejmë këtë mision të shejtë. Amen. Qof lëvdue Jezu Krishti.